Bashkëdhëtarët duhet të kenë kujdes për një gjë. Nga sot e deri më 6 dhjetor, qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës mund të regjistrohen që të votojnë në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Platforma për të regjistruar do të hapet sot pasdite, derisa ata kanë mundësi që të zgjedhin 3 format e votimit. E para është që të zgjedhin që të votojnë në përfaqësitë diplomatike të Kosovës. E dyta që fletvotimin e plotësuar ta dërgojnë me postë në kutim postare të KQZ-s në Kosovë, derisa e treta është që votën e tyre ta dërgojnë në kutit postare që KQZ-ja do të hapë jashtë Kosovës. Por bashkëdhëtarët duhet të kenë kujdes për një gjë. Votimi fizik në Kosovë, pra në vendbanimet e tyre në Kosovë, nuk do t'jeti mundur nëse paraprakisht regjistrohen për të votuar përmes postës apo për të votuar në përfaqësitë diplomatike të Kosovës. Për votuesit që votën e tyre do ta përcjellin përmes postës, KQZ-ja do të kujdeset që fletvotimin t'ua dërgojnë në adresat e tyre të banimit. E pikrisht ky veprim është bërë shkak i përplasjeve të shumta në mes të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për disa ditë me radhë. Të përfundoj, veç pak të përfundoj. Jemi sigurt. Derisa anëtarët e PDK-s, LDK-s e AAK-s insistonin që fletvotimet t'u dërgohen fizikisht në adresat e banimit të gjithë votuesve që regjistrohen për të votuar nga jashtë, me arsyetimin se e tillë është edhe rregullorja e KQZ-s, anëtarët e tjerë, ata të lëvizjes vetëvendosje, por edhe kryesuesi i KQZ-s, kërkuan që bashkëdhëtarëve të mundësohet që fletvotimin të mund ta shkarkojnë online, duke u arsyetuar se për shkak të afateve, dërgimi fizik i fletvotimeve në adresat e banimit të bashkëdhëtarëve nuk është i mundur, e kësaj ky proces do të dështoj.